është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, dhe nga baballarët e tij, se në testamentin e profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun ka thënë: O Ali, ec 2 vite për t'i respektuar prindrit. Ec 1 vit për të ruajtur lidhjet farefisnore. Ec 1 milje për të vizituar të sëmurën. Ec 2 milje për të përcjell një xhenaze. Ec 3 milje për t'ju përgjigjur një ftese. Ec 4 milje për të vizituar një vëlla për hir të Allahut. Ec 5 milje për t'ju gjendur në ndihmë një të dëshpëruari. Ec 6 milje për të ndihmuar një të shtypur. Dhe gjithmonë bëj istighfar, kërko falje nga Allahu.